Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti Bashkim. Urdhroni. Dëgjova kryeministrin kur deklaroi publikisht që rroga e doktorëve do të jetë më e madhe se sa presidentit. Atëherë mendua zoti kryeministër që një fëmijë në klasë të 4 të shkoj të bëj analizat tek privati që i kanë bërë 22.000 lekë të vjetra, se shteti nuk ka aparatur tek spitalet për këto. Po të rrishi rrogat aty në doktorëve, se ka sekset e tire si të shën edhe tek ato privatët, se i ndajnë paret bashkë. A kjo është shëndetësia fala zoti kryeministër? Unë nuk e kuptoj dot zoti Bashkim, se si flet kryeministri. Unë jam shumë i shokuar për veten time që kam qenë prezent kur është bërë një analizë e tillë ke francezi. Se nuk kishte shteti edhe u detyrua të shkoni te privati. Pra ju thoni që duhet të ndreqet shërbimi në spitalet publike përpara se sa të merret të marrë. Doktorët e asimtarët në emiti pa për ditë për natë me video në tona duke morë pare për provime për njënë për tjetërën. Qatë banë më ki kështu më, qatë banë më ki kryeministër për këtë popull më. Një kryeministër mashtrues. Nuk për kuptojmë dot, zoti Bashkim. Unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj, po? Jam shumë i shokuar par më ku kam dëgjuar Apollon Baçën, ku ka deklaruar publikisht në 92-shin 63 miliard lekë arsenali ushtarak. Edhe sot ministja thot do të morrim armë, e do të morrim makinat blindome, mjetet blindome, veç gre e shpenzo këtë popull, e varfro këtë popull, se me taksatora i merr ato zënja ministre. Unë ka hitroni me thonë drejtën, kur kam të gjua 63 miliard $. Arsenal ushtarak, një grush njës Shqipëria. Unë ju falenderoj që sillni në nënvizimet tuaja, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë. Është hapësira dedikuar tërësisht zërit qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes zotri. Përshëndetje, zoti Bashkim. Urdhroni. Të lutem me ngjo 2 minuta. Po patjetër. 2 sekonda, jo minuta se publiku po ju dëgjon, urdhroni. Gjon tash. Faktikisht kjo Shqipëri po vu nga këta kuadra, nga këta deputet. E kupton? Po. Kam ngel shumë i pakënaqur, po të ngjosh Flamur Nokon, e kupton? Ati nuk duhet t'i thush deputet, ati duhet t'i thush i njeri shumë i thjesht, qoftë se ka qenë edhe baridhish me pas qenë atje, ai nuk o deputet, po këtu shajet i kanë, në Shqipëri, shajet e fare ka Ilir Meta, sepse Ilir Meta, po kthej tamam, kthej me grune e parë, merr grune e dytë, kthej me të parën, merr të të lutem, Bashkim, na jemi njerëz që duhet gjykojmë. Nuk ngjohet absolutisht, sepse faktikisht, Sali Berisha, edhe ai Flamur Noka, anjo është i njeri, unë nuk mund të thëndoj, po është i njeri që nuk është politikan, se nuk ka shisu politikan ati kur të thëndoja e ministrit, qëtë kush doj, është ministri i punëve të mërshme. E kupton, si ka mundësi të thëndojsh ministrin mërdja, ka mu turp, ose kryetarin e Komisionit Sigurisë Kombëtare, është faqe e zezë, për Shqipërinë është faqe e zezë. Prandaj, fajet i ka Ilir Meta. Ilir Meta duhet të bëja pa i tërheqen, jo Flamur Nokon, se Flamur Nokon nuk do të alënot qasë Sali Berishën. Të lutem Bashkim, je njëri shumë i lartë, e kupton, ne kemi shumë respekt për ty. Por e mo, i ta gjona në ngjoni, sepse Ilir Meta është kthy, do mu kthy me grune e parë, tamam si një si çka gruat. Prandaj, kaq du më thënë, të faleminderit, si më ngjove rraf. Pa dëgjojmë dhe të tjerët tani në hapësirën që kemi për qytetarët. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Unë sot kisha një problem për opozitën shqiptare. Po? Një sugjerim. Po? Opozita shqiptare nuk është të bë punën ashtu siç duhet. Duhet ma tepër impenjim, jo të dalë vetëm një lider
e të inspektoje nga Kunisfoli në Fërande. Pra doni të ndjeni një opozit më të fortë dhe më të përfaqësuar. Po? Po, më të përfaqësuar. Jo të dale vetëm një lider, po të dalin gjithë kupola opozitës atje. Ka që kisha për sot, falemderit. Po, falemderit edhe ju që atë që kishit e sotët në emisionin të. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Presim dikë tjetër atëherë. Urdhroni. Mirëmëngjes zotë Bashkim. Mirëmëngjes. Dhe isha të pysh në përmjet ekranit tanë, a ka sindikata? Përse e shtroni këtë pyetje? Mos ndoshta nga që nuk ndjeni rolin e tyre? Po ku është populli zotë Bashkim? Është hedhur një gjumë të pas gjuar. Po? Populli i varfër. Nuk ka ku të shkoj ma. Kurse ato mbushin gjepat zotë Bashkim. Më të regoti a ka sindikate desha të di zotë Bashkim. Po kohët e fundit s'kemi dëgjuar për ndonjë aktivitet të rëndësishëm të sindikateve. Mirë zotë Bashkim, une në përmet këti ekrani, Po? i them popullit të flej gjumë. Të flej gjumë apo të zgjohet? Ka që kisha? Të flej gjumë apo të zgjohet? Flej gjumë se për të zgjuar ato me kanë ishin zgju zotë Bashkim. Le të flenë, le të shtype më keq se në veri. Ka që kisha? Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Po, do të flas në... Urdhroni, zotëri, flisni. Flisni, zotëri. Publiku po e dëgjon dhe këtë bisedë që bëjmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dhe njëherë. Kisha një pyetje i përkas klasës për libër politik Po? dhe nuk kemi marrë janë nga ata të përshkatuarit, kemi marrë vetëm një kës radhë e parë edhe më tuhet 5-6 vjetë duke po marrim si bet i ligjet ku mund të pyeseni. Po sigurisht nëpërmjet shoqatave tuaja mund të pyesni në ministritë përkatëse, por me sa mbaj mend në një nga ditët e fundit ka pasur një prononcim nga ministri i punës dhe i çështjeve sociale që tha brenda 2017-s do të shpërblim të gjithë të përndjekurit. Po, unë di që do të ka marrë kësin e 56, ne kemi gjendë kësi parë. Kjo po më habit vetë. Po nuk ju e kanë sqaruar aty në shoqat ose në zyrët ku shkon? Nuk keni pyetur në asnjë zyrë? Nuk thonë, të shikojnë presin, u ka të prioritet bëfta kësure që jetojnë, po ata që janë Po, sigurisht, dhe këte kam dëgjuar si informacion që është me prioritet për ata që janë gjallë. Jo, nuk dini kështu. Më konkretisht nuk di çfarë të them, sepse duhet ditë konkretisht dhe çështjen tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë do të flas për reformën drejtësi dhe për vendimin e gjykatës kushtetuese të djeshtë. Po, për të lënë pezull ligjin e vetin, këtë po? Unë u bëj thirrje gjithë shqiptarëve që duhet ka ardhur koha për veprim. Duhet gjithë shqiptarët ngrihen kundër kujdo kriminali që pengon reformën drejtësi. Pika shqiptarë u ka vajtë në palc, 25 vjet poshtrim. Në thundër shtypse të skllavërisë dhe diskriminimit të popullit nga njerëzit e ligjit të drejtësisë. Unë i them popullit, ka unë nga bje për çdo shqiptar që ka vesh i dashur. Çdo prokuror, gjykatës nuk do t'i largohet koltuku tërhatshëm. Pasi këto po tallen me ne, na ofendojnë, na injorojnë, na sorllasin në shkallë gjyqësorit, na mërzisin, na poshtrojnë, na shesin antiligjin korrupsionit për ligj. Është lemeri sot merresh me çështje gjyqësore bashkit. Të ngrihet qimet e flokut të pijet. Të dëgjosh se si trajtojnë çështje penale dhe edhe këta njerëz të korruptuar. Dhe i kërkoj, falenderoj ambasadorin Lu dhe ambasadorin e BE-s Vlautin. Këta të dy janë miq shtrenjtë popullit shqiptar, por na ndihmojnë që ne shqiptarët kemi një ligj,
ta reformojmë sistemin kriminal këtë kështjellë të zezë dhe pa pikë në trupin Vladimir Kristo, ki hien e gjykatës kushtetuese, kërkon të pezulloj me çdo formë reformën në drejtësi dhe si bishat të burë kërkojnë ta zvarrisin, ta kundërshtojnë me çdo formë për të shpëtuar drejtësisë. Nuk e kuptojnë që reforma në drejtësi është çlirimi i dytë për shqiptarët. Çdo shqiptar duhet i bashkohet BE-s. Ndryshe nuk bashkohet me BE, por do të qëndrojmë fisë e pegra bashkim. Është e mëshme që ne shqiptarët mas 25 vjet demokraci të masakrohemi në përdyr gjykatave. Pa pikë trupi thot del mbrojtje gjykata kushtetuese me Vladimir Kristo. Çaj shërben ky Vladimir apo ka afër pensionit tani dhe thot unë pensionin e mor, privilegjet e mor, edhe në pikë somë s'ta morë vesh Shqipëria, po turp morë zaga. Tani nuk mund të filluat me epitete, jam i detyruar të jam mbyll tani telefonin, sepse unë e kuptoj irritimin, unë e kuptoj indinjatën, por në të njëjtën kohë duhet të nënvizoj dhe qytetarinë e emisionit tonë. Ne jemi qytetarë dhe flasim në një mënyrë të qytetruar, pa epitete për të tjerët. Diskutojmë problemin, sjellim argumente, mund të jenë të kundërta me njëri tjetrin në këndvështrimet, por ama pa fyer, pa cënuar integritetin dhe dignitetin e askujt. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Jam një zonjë nga Fieri. Po? Dhe cili është problemi që do një të sillni? Po, kam një problem se kam 12 vjet pa fëmijë, kam mbledhur doktora në Trovac. Po, ky është një problem që e zgjidhin emisionet, apo ja? Po, ja, aja kam qenë aji Alim Kosova. Në një parasa deshi dhe që u beti... Këto janë probleme që i zgjidhin mjekët, nuk i zgjidhin gazetarët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Të represim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, zotri. Flisni, ju lutem. Po? Atëherë, mirëmëngjes edhe një herë. Po? Unë jam një qytetar këtu nga Tirana, kemi punuar me një firmë. Më dëgjon qytet? Jo dëgjoj, jo vetëm unë, po dhe publiku. Kemi punuar në një hidrocentral në Kukës, me një firmë që quhet Lezi dhe Lezi Arusha e ndërtimit. Kemi një vit që nuk kemi marrë pagën, bëhet fjalë 3 veta për 4 milione gjysmë dhe këtë vjetra. Po lutem, si të veprojmë? Juve keni qenë me kontratë pune? Në burg. Juve keni qenë me kontratë pune? Jo, zotri, kemi punuar kështu në të zezë? Në të zezë. Po ky është, nuk keni se si ta kërkoni tani të drejtën. Ja një nga pasojat kur nuk punohet me kontratë të rregullta. Tani si të veprojmë, se ligji vepron në gjitha ato qijat. Ligji i gjën e parë që do të kërkoj kontratën, mbi të cilën do të mbështetet për të parë detyrimet që ju kanë. Kontrata nuk ekziston, kështu që mbetet një problem pezull. Mbetet pezull derisa nuk është bërë mbi një rrugë ligjore dhe punësimi juaj. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, duhet të flasim me bashkimin. Bashkë po flasim, zotri, ulni zërin e televizorit që të mos ngatrohemi. Urime për emisionin Shoku Bashkim. Faleminderit, çfarë do themi në këtë emision? Je ndër dritaret më të meritura për këtë popull me atë kënd të bukur. Urdhroni, çfarë problemi kemi? Unë duhet të them vetëm këtë gjë. A mendon kryeministri shqiptar që merr votë nga gjithë këta pensionistë si ka Republika e Shqipërisë me një gjatë që sharake që thot do rris pensionin pensionistave 3%. A ka dhëm, a ka ftyrë, a ka nërshëmëri që të paraqitet stres më të varfër të popullsisë me një 3%. Unë kom 2 vjet gjyqje për gruan për një pension dhe mi ka dalë pensioni mas 2 gjyqje dhe 2 shkallës, mi ka dalë pensioni dhe me thonë 69.000 lek
vjetra, në një kohë kur vetë ka thënë kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i çështjeve sociale që nuk ka pension në 100.000 lekë. Një ka dalë gruas pensioni 69.000 lekë. Mirë, shkolla me marë. Dhaminet e gjykatës ma kishin vanë që pensioni që nga koha daljes gruas. Ata ma fruan 2 muaj për gjithë këtë periudhë kohë. Unë nuk e mora fare, ka që ma mirë të gordi të vdes, të mlane dirama e ministri të vdes urije me gjithë gruat, 2 pensionistat lobën, unë me 120.000 lek, gruaja me 60.000 lek, si ka marë tash 2 vjetë gjyqene, edhe nuk ne i kanë vënë lek që nga të kujnë me ligjë. Në një kohë kur ajo duhet të përfitojnë, të paktën edhe ka madhvonesin masi kryeministri në ruën e Shqipërisë, gjithë fshatarëve, katimarëve, njerëzve, qytetarëve ja ka marrë ka madhvonesin e dritave të elektrike. A jetohet kështë dore, a jetohet në këtë vend. Unë i bëjë thyrë publikisht kryeministri Shqipërisë, në përmes teje, në përmes shtypit, i bëjë dhe e shpirtër thyrë, të vend dorën zamër për babalartë ti, se për thëmë babalar, se për quaj vetën babë edhe të ti në moshë, në kuptimin e një fjallë, që mos talët me neve, mos talët me shtresën e vujtën, të ne respektojnë para se tim vësën e jemi kanë kandidat të varezave. I kërkoj shpirtërisht e vërere, ministrit Klosi, që ato fjallë që ti flasin në ato ekranet tuajat me rome, të rrinë aty në fjallëve. Mos me mashtojnë, në një kohë kur thotë vetë Klosi, nuk ka pension në 100.000 lekë. Edhe shkone dhe një pension. Dakon, ashtë ka punua, 15 vjetë, ashtë i tokon, po të partën e ato lekë që më tokojnë, shpirtrisht, të mi japin, ma si gja bërsh nuk i kom. Bile mundësisht të më krejnë dhe kam atë vonesën për 2 vjetë. Kërkoj mimën të dhe si medje. Kërkoj mimën të me si bashkim si e njeriu, më i meruam në gazetarë e Shqipërisë, se me të shojë për ditë. Një në ke bo pjestar shpje gjithë me atë e kërëntonën. Me më falë se të bëndolla, dhe shkerojë, por kërkoj mimën të me. Unë një falenderoj dhe juve që në besoni problemin që keni, që nuk është vetëm problemi juaj në të njëjtën kohë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes, po? Urdhroni ju lutem. Po ku ka kulturë qytetare këtu në Shqipëri, morëm, sa kanë politikanë tanë kulturë, se gjova që i thejnë një qytetari atë Po, sigurisht, si s'ka kulturë qytetare, ka që s'keme të. Ata deputetet tanë më kulturë, më pata... Qëse nuk e kanë disa individ, nuk do thotë që se kanë, nuk e kemi ne në shoqëri, apo jo? Nuk ka, nuk asë në një vend të botës, do më thënë ti, nuk ka ndodhur të tilla raste, të dalë një deputet i thjesht gjalla bak atje të zej foltore në parlament, një publik të popullit shqiptar atje, edhe të rri kryeministrin në vend, në kem atje, edhe mos lejoj se jo, se do klasi Sali Berisa. Po që është turbi botës more. Po nuk e dim në kush është ai Flamur Noka, nuk e di populli shqiptar kush është ai, se e beri Sali Berisa ministër të rendit atë. Se në qoftë se ishte vend, ishte përdoru droga në krajinë e jugut, në Kirokasë, në Lazarat, edhe e mbronte vetë atje, kurse Flamur Noka ku bekri ashtu ministri i rendit e hapi edhe në tërveriu drogën. Edhe merret me maskara leqe, me matrapas leqe, edhe i shet makinat na 70-80.000 euro, shite bli makina, nëse edhe do kushtë të sjellin të krijojnë një mosmarrëveshje, domethënë në parlament. Turpi botës, ta ketë turba i dhe Sali Berisa. Nuk e din ata kush janë mua. Nuk e di populli shqiptar. Pa unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimet që keni, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Urdhroni zotri. Mirëmëngjes paskim. Mirëmëngjes dhe njerë. Po mirë më bashkim, që bëhet shumë të parlament, më të bëhet shumë, më qështë të mu e këtiu, më bashkim qështë. Që bëhet, si do të cilësoni të? E zhime, qështë, bëhet, qështë nuk bëhet. Jo një palore, të gjithë palet atë janë.
Të gjithë palët aty janë. Si do të cilësonit ju parlamentin? Si ta bëjnë, tash ky popull që qëndoj me votë, po është puna se ata prap ata që grinden, që shajnë, ata do jene të rrinë deputete, po t'i vesh re tash që po vjen për votimet, kush të shaj më shumë, kush të përvokoj më shumë, nga dy palët. Ju thoni që kush shanë më shumë për të hyrë në lista? Po, këta duhet ta kenë në parasysh. Deputetët si Samur Nokën, si atë Qerozin e PD-s, si atë Braqen e PS-s, si atë Ballën e PS-s, edhe ta grinave të tjerë, po t'i zduki mos i vjen në përlista, more. Të mos i vjen në përlista këta, more. Nuk për edhe Saliu, ta si Bolderi, Tuletri, Beri, ato të mirë, ose të këqia, që mund t'i thonë që Beri e mirë, Ben e gati me u Ben. Ta si zhjene për ta për ato dosjet. Po dosjet duhet t'japin në dy palët, më se po t'jap një palët, nuk e beson pala tjetër, edhe unë nuk besoj si popull kur janë të dy palët t'japin, do t'dalin t'palarat e njerit tjetër. Edhe këtë reformë në drejtësi, të bëjnë të dy palët me mirë kuptim, nga dy palët të kete, e ta shkojmë që dojtë. Këtë e kishon bashkit. Po dhe unë ju falenderoj që sjellni mendimin tuaj. Urdhroni. Përshëndetje, zoti bashkim. Yes, urdhroni. O, dhe shë të qasë qikë për këto zjedit lokale që bërnë kolonje në Dibre. Po? Të gjë, për një forës politike, ku i ndërpritet mandatin mes, në qofë në jo fatkecia ati, zëptis ati, qofë edhe i Dibrës. Pse kjo forës politike mos të zjedhe vetat, ose të lërë në kretarin të vazhde mandatin dhe në fund. Ose të zjedhe vet një tjetër ati. Është ligji e lejon emërimin kur ka kaluar më shumë se gjysma e mandatit. Për më gjysë me 2 viti ka lejti, përse të dhe zgjidhje ashtu shpute, pas zgjidhje vetë, forsa politike ka fituar aty. Përse, çfarë të keqe ka që të zgjidhen më mirë nga qytetarët se sa të emërohen? Dhe gjë, forsa politike në atë zonë ka fituar. Po. Po kryeministi ka të vetë, tash ka krye si ka krye këtë Xhelilin e Dibrës? Po, dhe në qoftë se nuk ka kaluar gjysma mandatit, duhen bërë zgjedhje. Po, pse të bëjë zgjedhje ta, më loja tjetër që forca e forës politike ka fituar aty. Nëse, këto janë çështje që i diskutojnë juristët më shumë dhe kanë marrë vendimet. Po, dhe e dyta, aty pash djemi një gazet që ishe aty për vaksinimin e lopëve vetëm antarë të Partisë Socialiste. Po, dhe vaksinojnë lopët. Tani me marrë testin e Partisë Socialiste të bëjë vaksina lopëve. Që janë ato lajmëse? Po, për fat keq janë disa praktika të cilat kanë ardhur në emisionin tonë me zërat e qytetarëve dhe këto probleme. Gazetarët e Telegrafit u thelluan, verifikuan dhe rezultuan që qytetarët kishin të drejtë në ato gjëra që thoshin. Ditë mbarë, zoti bashkim, faleminderit. Faleminderit edhe ju, kemi të 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Zoti bashkim. Po, mirëmëngjes. Jam i qytetar nga Vlora. Urdhroni, jemi në 2 minutën e fundit, flasim. Dëgjova atë paraforë që foli për drejtësinë. Po. Për mendimin tim, ai ka folur, ai bukur, ai mirë. Bile ai për mendimin tim, ai duhet të jetë gjyktar, se ai di të gjykojë çështjet. Por unë ju drejtohem edhe po dishpar dhe ju zot bashkim. Sepse apo djon. Jo dëgjoj. Ne u kam shumë respekt për ty. Por do të them gjë, drejtësi aska patur nëse nuk do t'i jetë ky president. Se ky president peshku është qenë nga koka. Ky edhe peshku, edhe koka derisa mbam një Florian, Astrid Nur, një Hajdut, pas jetë keni një çështje që keni thënë edhe herë tjera. Më vjen shumë keq me atë gjykatë kushtetuese, kur nuk e pranon që të gjykohen çështjet, të merret për bazë të gjithë ata që janë lidhur me këto palaçallujqet e ku ta diun, për mendimin tim ta duhet patjetër këta duhet hiqet. Dhe fytyrat bile mund kam shumë respekt për Edi Ramën, sepse përdorën popullon shumë. Ta më dëgjon. Jo dëgjoj, për mbylleni tani se jemi në fund të bisedës, po. Dhe ai tu tregoj vendin këtyre, sepse fundit ka fituar gjitha ato vota, ka marrë mbi 1 milion vota. Po, e qartë edhe që mbështetja që jepni ju kryeministrit Rama në përpjekjet e tij për reformën në drejtësi. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacione të tjera.